Basanja është ndër klubet e reja të futbollit shqiptar, por që fal përkushtimit, pasionit dhe profesionalizmit të presidentit Ermir Shimaj, ka bërë që Bushati, zona që përfaqëson klubin në fjalë, të jetojë me futbollin. Me disa ekipe moshash konkurrues dinjitos në kampionatet rajonale dhe kombëtare, por prej 2 sezonesh edhe me ekipin e të rriturve sezoni i ri futbollistik, duket se po vjen me lajme të mira për Basanjan. Në sa bëhet e ditur, takimi kok më kok me presidentin e Akademisë Djelmia Shkodrane, Benardin Kulla, i cili është edhe menaxher futbolli, ka bërë të që bashkëpunimi mes tyre të nisë me sjelljen në Shkodër të specialistit të futbollit italian Umberto Quisteli, i cili do të nisë punën në rolin e drejtorit teknik të Basanjas. Presidenti Basanja Ermir Shimaj dhe menaxheri i njohur sportiv Kulla, pas disa ditësh bisedime dhe planifikime, kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi të fryqme, marrëveshje e cila synon vijimin e mbështetjes tek brezi i ri dhe duke ndjekur një filozofi intensive serioze pune, e cila shtron rrugën e suksesit ekipor dhe individual të sportistëve. Puna ka filluar menjëherë dhe si hap i parë është arritur marrëveshja që tek Basanja në rolin e drejtorit teknik do të jetë italiani Umberto Quisteli. Në ditët në vijim do të kemi njoftimet përkatëse për të gjithë stafin drejtues, trajnues dhe po ashtu edhe për të rejat e tjera dhe sigurisht edhe për datën e fillimit të përgatitjeve për sezonin 26-27, i cili këtë vit starton me datën 12/9/2026. Shkruhet në njoftimin zyrtar të Basanja, duke lënë të kuptohet se shumë shpejt do të ketë edhe lajme të tjera shumë pozitive për zhvillimin e klubit Bushatas.